Piqat është vjen vetvetiut pse a kanë me të vërtet qielli edhe toka ndonjëherë, a kanë ato? Thot Abdullah ibn Abbasi radiallahu ta'ala anhuma, se cili njeri, thot se cila krijes e ka një derë në qiell. Prej asaj dere, çka është? I zbret risku dhe nga ajo derë i ngriten veprat tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Se cili njeri, pastaj vazhdon. E pasi që robi Allahu xhelleshanu vdes, edhe ajo dera nga e cila risku i tij zbritte dhe veprat e mira i ngjiteshin në qiell, atëherë kur mbillet ajo e merr malli edhe qiellin edhe tokën që zbret risku edhe kanë për atë besimtar. Dhe me thonë për zullumqarët qielli edhe toka kur vdesin ato nuk qa. Kur vdes një besimtar, vendin në të cilin ai ka bo namaz dhe vendin në të cilin e ka përmend Allahun subhanahu wa ta'ala, ato e ndjejnë mungesën e këtij personi edhe kanë.